për lamje, të themi kështu me njëri tjetrin, ndoshta i kishin ngritë dhe i kishin pasur në cilën fazë janë. Se po e shohin pak që njëri tjetrin po e mbajnë me hatër, të themi kështu, po kapën pak për personat cilët nuk kanë me pas ndoshta raport, e këta nëse pasi që janë të një vendit mund të kenë raport pak më të afër, mund t'i lidh pak më të afër, por që prej këtyre të peshëve mund të them Brikena është një që diskutohet shumë gimbal, po se po, por që e dim që lidhjet me çifte nuk qojnë shumë larg edhe nuk është që fitues nuk bëjnë. Jo, fitues. Do shta dërgojnë deri në finale, po fitues zakonisht edhe deri në finale nëse nuk i diskutime me banorët e tjerë dhe jetu diskutu vetë sa i përket lidhjes, nuk besoj që jem finale, nuk i pik finale. Gjithë finalen po finalen e jo as pak. Edhe të e pas parasysh që këtë javë është një nominim shumë i fort, jam në medyshje se mund ndodhë një prej tyre, ose Brikena ose Kim po tjetë. A mendon që do shkoj deri në fund fakt, do të ndodhë ky nominimi? Po. Se herën e kaluar nuk është se mund të jetë një biletë të fatit edhe të rikthejmë të pas parasysh që janë 4 shatë që diskutohet mjaft këto kohët e fundit. Janë çiftet edhe çiftet i dëm Big Brother, kështu që është vështirë që me dalë njëri prej tyre. Diçka që habite është që Rogerti për çfarë arsye nuk ka qenë në këtë nominim, të pas parasysh që e ka marrë zarfin e zi dhe do të jetë nominim deri në momentin që e qet publiku. E kanë veç 4 shatë, ka diçka që nuk lëm me kuptuar shumë çka. Po është lojë edhe kjo lojë udhëhiqet për një produksioni i cili punon edhe normalisht ishen ndoshta gjërat pak më ndryshe se në tjerët. Pra ta thash edhe informacionet janë të shpeshta. Pa dyshim, edhe këto në fakt na ka vërtetu koha, çdo vetë kemi pas momente ku e kemi pa që në fakt marrin informacione nga jashtë edhe shumë e kuptueshme. Krejt për fond, pak diskutem se sa i beson këtij çifti famshëm, a mendon që janë real me njëri tjetrin, edhe a mendon që kanë me vazhdu qysh, kanë vazhdu disa prej tyre ose me përfundu keq, qysh kanë përfundu disa të tjerë? Si shohim se figura janë shumë bukur. Edhe për shtatën bukur, a? Po, për shtatën me njëri tjetrin. Nuk i di pse është shumë atë përfshirë në këtë lidhje gimbën, kësaj radhe një djalë se zani vajzë. E shoh shumë atë përfshirë gimbën, është shumë e kuptueshme edhe prej anës Selin që nuk është e përfshirë, sepse mendon lojën, edhe e den tek e fundja tek kush në çfarë vendi ka ardhur, është krejt lojë tek e fundja. Edhe nëse vjen një lloj lidhje është veç një diçka shumë e mirë prej anës edhe krijohet, por që në këtë lloj situatë e shoh atë përfshirë gimbën. Më duket reale, herë nuk më duket reale, kam ato me dyshjet e mia dhe mendimet, të pas parasysh reagimet pak të Selin sa i përket situatës, por që shpresojmë, unë po shpresoj që me vazhdu jashtë kjo lidhje, shpresoj shumë që të ndodhë, se kemi pa dhe herën e kalume që Gjesti ka pas një lidhje me Eglin, por që lidhja përfundoi momenti që përfundoi Big Brother, kështu që mund ndodhë edhe këtë jetë situata njëjtë. Ose mund të jetë edhe diskutim për anës Gjesti që ka jep mendim gimbos. Një lidhje, shko deri ku do me arrit qëllimet, edhe përfundoi lidhjen deri atë. Lolita, të falenderoj për gjitha informacionet edhe normalisht presim çdo herë kur ka zhvillime në showbiz, je mirë se ardhur. Faleminderit shumë për ftesën. Shikues dashur, tani është koha që ta bëjmë një shkëputje publicitare dhe të rikthehemi me bisedën